Ish kryeministri Sali Berisha reagoi këtë të martë për ndarjen nga jeta të kryeministrit të parë të Kosovës Bujar Bukoshi. Berisha tha se Bukoshi ishte bashkëpunëtori më i ngushtë i presidentit Rugova. Sipas liderit demokrat, ai dha një kontribut madhor në çështjen kombëtare dhe luajti një rol të madh në riorganizimin e pushtetit në Kosovë. UÇK-ja dhe forcat e mbrojtjes qeverisë Kosovës të bashkëndojnë veprimet, luftimet. Pra, ai dha një kontribut të madh në çështjen e Kosovës dhe në çështjen shqiptare. Me këtë rast, unë i shpreh popullit të Kosovës, familjes Bukoshi, zonjës Bukoshi dhe fëmijëve të tyre, ngushëllimet më të ndjera të mia të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje në nderim të këtij statisti të shquar të kombit shqiptar. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha, kryeministri i parë i Kosovës Bujar Bukoshi ishte një intelektual, adetar dhe diplomat i aftë që e përfaqësoi Kosovën në të gjitha institucionet dhe kancelarit e botës ku prezantoi çështjen e saj. Bujar Bukoshi, një intelektual, adetar, diplomat i aftë, e përfaqësoi Kosovën në të gjitha institucionet dhe kancelarit e vendeve të lira, paraqiti së bashku me president Rugova çështjen e saj dhe mbështeti fuqishëm në kohën e duhur krijimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte pikërisht në udhëheqjen e qeverisë së tij, të president Rugova dhe qeverisë së tij, koha në të cilën njësitë e para të saj ushtrie u stërvitën në qendra ushtarake të ndryshme të Shqipërisë. Ministria e Mbrojtjes kësaj qeverie organizoi gjatë luftës forcat armatosura të qeverisë Kosovës, të cilat luftuan bashkërisht në betejë të ndryshme me njësitë e UÇK-s. Bujar Bukoshi bëri gjithçka që gjatë luftës UÇK-ja dhe forcat e mbrojtjes qeverisë Kosovës të bashkëndojnë veprimet, luftimet. Pra, ai dha një kontribut të madh në çështjen e Kosovës dhe në çështjen shqiptare. Me këtë rast, unë i shpreh popullit të Kosovës, familjes Bukoshi, zonjës Bukoshi dhe fëmijëve të tyre, ngushëllimet më të ndjera të mia të Partisë Demokratike dhe të opozitës.